njoja. E të bënë si shokë në herës, e ka pak krashin sa ka. Ne bërë që këshpa e të raje, që për punë e për gjosa. Nuk e dim është për punë apo jo, sepse zonja na tregoi se ai është duke punuar në një lokal, është duke larë kariget. Dhe lekët janë duke au marrë personat pra është duke u trafikuar. Po jam mori qirë për e të taj, e pali kërë që të urdipe në... Atëre, unë do doja të dija që kemi pasur të tjera, ka pas informacionet të tjera për Leonardin deri në këto momente, por Al. Ka pasur informacion Aida, është gëgjaj sakt për atë që ka thuet, për që është jashtë të listat atyre që janë thënë deri në tani, kështu që ta verifikojmë fillimisht dhe më pas të bëjmë publike. Po për zonën Tiranës apo? Jo. Krejt largë. Kemi frikë se mos të paktën të mos ketë kaluar kufirin, kjo është më kryesorja. Për të ditë të më, për ne. Sepse është shprehur që duat mbledh lek për të shkuar në Greqi. Jo, asë në ka thonë të të shke për Greqi. Nuk ja u ka thënë juve, por ja ka thënë zonjës që telefonoi dhe që ka takuar para 10 ditësh. Që ti më. Atëre, ka pas diçka tjetër? Po Eda. Faktikisht Aida kanë ardhur shumë informacione për djalin e vogël Leonardin, sa publikuar. Informacionet vijnë gjithmonë për zonën e Tiranës, në disa vende ndryshme, për shembull, një informacion që është shumë i afërt është parë ditën e djeshme tek Myslimshyri. Ditën e djeshme tek Myslimshyri në çfarë ore? Ti marrim atëre me gjatë paradites. 3 paradites. Zonja bazohet tek foto apo kanë biseduar këtë ditë diçka më tepër? Faktikisht ka biseduar, ka takuar, sepse djali ishte afruar rreth një lokali, por nuk e bëm dot publik emrin e lokalit dhe kishte dhënë disa të holla. Ka pasur një bisedë me të dhe jo vetëm në foto, por ka pasur një takim dhe është më sigurt që bëhet ka thënë se jam nga Bulqiza apo diçka tjetër. Nuk kanë arritur të komunikonin, por thjesht bazohet më thënë në foto dhe nga ngjashmëria çdo gjë që arrinte të përputhej. Atëre dje rreth orës 3 të mesditës në Shpar tek zona e Myslimshyrit. Do doja të gjithë banorët që na ndjekin nga kjo zonë, nëse ju kujtohet diçka pra foto e Leonard Limanit ose Leonard Likës, sepse mbajnë dhe një mbiemër tjetër familjarët, me njerë të telefonojnë dhe të ndihmojnë pra në gjetjen e tij. Nëse din diçka të vërtet për të, ju lutem në emër të familjarëve, do doja të telefononi dhe të na ndihmonit me informacione. Atëre, ka diçka tjetër? Po për Leonard Limanin, përveç informacioni që sapo kaloi Eda. Altin, nga verifikimet që janë bërë gjatë gjithsa jave, çfarë mund të thuhet? Kemi biseduar dhe me drejtorinë e policisë në Tiranë. Ata kanë pohuar se rasti i tij ka ardhur nga Bulqiza, pasi rasti është denoncuar dhe në Bulqizë. Dhe janë në ndjekje të rastit, por deri ata nuk kanë informacione të djalit, pasi lëviz shpesh nëpër Tiranë. Mua sapo merri dhe një informacion tjetër që është parë tek Vasil Shanto të martën. Ditën e martë tek zona Vasil Shanto. Pra është po e njëjta zonë 21 dhjetori Vasil Shanto Myslimshyri. Ndaj do doja ndihmën e telefikuesve, nëse mbase edhe sonte mund ta shikojnë atë zonë, telefonojnë direkt tek ne. Gjithashtu zonja më parë më pohoi që Leonardi shoqërohej me djalin e Gjevdet Ndreut. Gjevdet Ndreu. Ju e njihni këtë zotëri? E ka pas morë dhe i botë i Gjevdet Ndreut, ma more ma pru këti në Tiranë. Kur ka ikur dhe herë të tjera? Jo, s'ka ik herë të tjera, kush ja ka thënë informacion që ka ikur me këtë zotëri? Asnjë herë s'ka ik, bërë që këtë. Këtë informacion që ka ikur me këtë zotëri, kush ja u ka thënë? Jo, bëç më të hemë, që këtë radhë më ka ik, s'ka ik më e radhë tjera. Atere? Gjithatë po verifikohen dhe informacionet që po vinë, po komunikojmë dhe me policinë për të për të na ndihmuar me rastin, pasi mund ta zgjidhim që sonte shpresoj. Le të shpresojmë që të zgjidhet që sonte, po Bernard. Ka pasur shumë mesazhe që kanë ardhur për djalin. Megjithatë më i fundit thotë se përpara 3 ditësh në rrugën Lord Byron në Laprak është parë në afërsi të një shtëpie private ku ka kërkuar lek dhe një nga pjesëtarët e familjes. Pra i ka dhënë një monedhë 20 lekëshe përpara 3 ditësh. Përpara 3 ditësh po në zonën e Laprakës. Tek rruga Lord Byron. Ndërkohë pra 3 janë zonat kryesore, informacionet shumë të asont janë dhënë nga 21 dhjetori,
tek shkolla Vasil Shanto dhe tek rruga Muslim Syri, por ndërkohë që para 3 ditësh është parë edhe në Laprak. Aty ku është takuar edhe me pra të njohurën e familjes, e cila deklaroi se ka takuar përpara 10 ditësh. Ka ditë po. Te stacioni Laprakës në Tiranë. Ka person në orën 8 mëngjesit tek bloku niset nga fotoja dhe mendon se mund të jetë Leonardi shoqëruar me një djalë Sot në orën 8 mëngjesit është informacioni më i freskët në Tiranë, po. Në çfarë zone të bllokut? Në qendër, tek rruga Muslim Syri. Ku tek rruga Muslim Syri apo te bloku, sepse jemi në dy zona të ndryshme. Tek bloku, Tek bloku, në orën 8 të mëngjesit. Atëre edhe njëherë do doja regjia të më ndihmonit me foton e tij për të siguruar gjithë ata persona që ndoshta e kanë parë gjatë ditës së sotme, pra ka ardhur informacioni i fundit. Në orën 8 të mëngjesit është parë pikërisht tek zona e bllokut. Ditën e sotme. Në mëngjes tek zona e bllokut është parë vetëm apo ka qenë i shoqëruar me një person tjetër, me një djalë që dukesh pak a shumë bashkëmoshatari i tij. Kanë qenë pra 2 djem tek zona e bllokut. Atëherë ka diçka tjetër për tu anoncuar në ajër, për të publikuar për Leonard Limanin. Atëherë, do të jemi në pritje të çdo telefonate dhe informacioni. Nëse ka informacion më të freskët edhe në këto momente që ne flasim, menjëherë mund të dërgoni grupin e vullnetarëve për të verifikuar tek zona ku është dhënë informacioni. Le të shpresojmë që të kemi diçka pozitive sonte. E shpresojmë këtë duke menduar gjithmonë në ndihmën e qytetarëve që na ndjekin nga Tirana. Reali do doja të ma jepje informacionin që ka ardhur pa e publikuar në ajër. Këtu, në këtë zonë. Mosha përkon... Vetëm origjina është pak e gabuar. Para 25 ditësh. Gjithsesi le të verifikohet si informacion. Merrni edhe një herë dhe merrni të dhënat më të hollësishme, ndërkohë që do të kalojmë në një hapësirë publicitare. Mos u largoni, unë shpresoj që të gjithë ju që dini diçka për Leonard Limanin të telefononi. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, menjëherë do t'ju anoncojmë nëse ka të reja për fatin e Leonard Limanit dhe do të kalojmë menjëherë në një histori tjetër. Kthehemi pas pak. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm, Western Union. AMC feston 3 vjet Business Solutions, duke ju ofruar të gjithë abonentëve business mundësinë që të flisni aq sa keni nevojë dhe të zgjeroni grupin me të gjithë numrat AMC. E gjithë kjo me pajtim ujor më të ulët. Na kontaktoni nëpërmjet adresës së email ose telefononi në 144. AMC është mirë t'jesh i pari. Tani Western Union ofron komisione të reja për transfertat nga Italia në Shqipëri. Western Union, i shpejt, i sigur, i kudo ndodhur. Tani edhe më lirë. Për transfertat nga Anglia drejt Shqipërisë, Western Union ofron mundësi të reja dhe komisione më të ulta. Western Union, i shpejt, i sigurt, i kudo ndodhur. Tani edhe më lirë. Hej shpirt! Shika marrë abonimin. Po në pa vjetë po që pa e di, nga që rruga nuk, po pra nga që kriza nuk, po nga që shefi nuk. Ha? E në bo oferte. Qa oferte kam bënë? Që bo nga oferte në 12 notës. Të gjithë ju që për çfarë do lloj arsyeje nuk keni bërë një abonim në Digital apo Supersport që prej 1 janari 2008, bëni tani një abonim çfarëdo pavarësisht kohëzgjatjes dhe secili do të shijojë atë që do të fitojë në çast. Të gjithë ata që do të abonohen, do të fitojnë siç nuk u ka shkuar kurrë në mendje. Sapo të abonohesh, do të marrësh menjëherë një SMS surprizë në celularin tënd. Se a gëllëve mirë? Na thuaj çfarë fitove. Të besoj? Ja!
Autobusi shkon kudo me përliqin gjithë gazin. Abonohu digital sepse del me shumë fiti. Fitoj këtë garë, bashkë me ju, sepse besoj tek Shqipëria, besoj tek talenti dhe forca e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Besoj tek një ate, të cilit Zoti ka dhënë gjithçka i duhet për të qenë i begat. Dhe unë besoj se asgjë nuk është e pamundur në rast se ne jemi të gjithë bashkë. Politikë e re për ndryshim. Edi Rama. Alp Telekom vjen edhe një herë me një super ofertë. Instalim, modem, si dhe 2 muaj internet falas nga data 20 deri më 29 maj. Alp Telekom, lidhja më e fortë mes nesh. Kemi udhëtuar për 100 vjet drejt njëri tjetrit. Për 100 vjet na kanë ndarë. Na kanë ndarë historia dhe malet. Për 100 vjet kemi udhëtuar drejt njëri tjetrit në përshtigje të ndaluara. Sot nuk ka më mure. Sot nuk në ndan dot as historia dhe as malet. Pleomax nga Samsung, sjell llampat ekonomike më të mirat në treg. Nëse na ktheni një llamp të djegur, ne ju azvendësojmë atë me një të re. A e dish një dot? Pleomax, cilësi e garantuar nga Samsung. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor general.